Në historinë e njerëzimit, pushteti ka qenë gjithmonë i shoqëruar nga dhuna. Mbretërit sundonin me kuror, por shpesh vdisnin pa të. Disa u rrëzuan në beteja, disa u helmuan në heshtje, disa u tradhtuan nga njerëzit më të afërt. Por ka vrasje që nuk janë sqaruar kurrë plotësisht. Vrasje ku motivet mbeten të paqarta, autorët të padukshëm, dhe e vërteta e mbuluar nga propaganda, frika ose koha. Ky dokumentar është një udhëtim në përvrasjet më misterioze të mbretërve në histori. Një nga rastet më të hershme dhe më të dokumentuara është vrasja e Filipit të dytë të Maqedonisë, babai të Aleksandrit të Madh. Në vitin 336 para Krishtit, gjatë një feste madhështore në Aigai, Filipi u vra publikisht nga një prej truprojave të tij, Pausanias. Vrasja ndodhi në mes të ceremonisë, para aristokracisë dhe ushtrisë. Autori u vra menjëherë, duke mos lënë asnjë dëshmi të drejtpërdrejtë. Historianët antik dhanë disa shpjegime, hakmarrje personale, fyerje, konflikt seksual. Por shumë studiues modern dyshojnë se vrasja ishte politike. Në atë moment, Aleksandri ishte gati të merrte pushtetin, ndërsa Filipi kishte krijuar armiq të shumt. Shekuj më vonë, në Romën e lashtë, pushteti perandorak u shoqërua me vrasje sistematike. Por rasti i Jul Cezarit, edhe pse jo mbret në kuptimin klasik, mbetet një nga atentatet më të famshme dhe më komplekse. Ai u vra në senat nga një grup senatorësh që pretendonin se po shpëtonin Republikën. Por shumë prej tyre kishin interesa personale, borxhe politike dhe frikë nga humja e pushtetit. Vrasja e Cezarit nuk e shpëtoi Romën, përkundrazi, e futi në luftë civile dhe çoi në lindjen e perandorisë. Kjo ngjarje tregon se vrasja e një sundimtari shpesh nuk e zgjidh krizën, por e thellon atë. Në mesjet, vrasjet mbretërore shpesh maskoheshin si aksidente ose sëmundje. Mbreti William II i Anglisë, i njohur si William Rufus, vdiq në vitin 1100 gjatë një gjuetie në pyllin New Forest. Një shigjete goditi për vdekje. Zyrtarisht u quajt aksident, por fakti që vëllai i tij, Henry, mori pushtetin menjëherë ka ngritur dyshime për shekuj me radhë. Trupi i mbretit u braktis në pyll, një veprim i pazakont për një monark. Historianët ende debatojnë, aksident tragjik apo atentati planifikuar. Një tjetër rast i errët është vrasja e mbretit Richard II të Anglisë. I rrëzuar nga kushëriri i tij Henry Bolingbroke, Richard u burgos dhe më pas vdiq në rrethana të paqarta. Disa burime thonë se u la të vdiste nga uria, të tjera se u vra drejt për drejt. Regjimi i ri kishte interes ta eliminonte përfundimisht çdo pretendim për fronin. Vdekja e tij shënoi një precedent rrezikshëm, rrëzimi dhe eliminimi i një mbreti nga elita politike. Në Francë, vrasja e Henrit IV në vitin 1610 tronditi Evropën. Ai u vra në mes të Parisit nga François Ravaillac, një fanatik fetar. Por shumë historianë dyshojnë se pas vrasjes fshiheshin interesa më të mëdha politike. Henry IV po përgatiste një ndërhyrje ushtarake që do të ndryshonte balancën e fuqisë në Evropë. Vdekja e tij shërbeu shumë oboreve mbretërore. Ravaillac u torturua dhe ekzekutua brutalisht, duke mos lënë hapësirë për hetim të mëtejshëm. Një nga vrasjet më enigmatike të Evropës lindore është ajo e carit Ivan të VI të Rusisë. I shpallur car në foshnjëri, ai u rrëzua dhe u mbajti izoluar për vite me radhë. Në vitin 1764, gjatë një tentative për ta liruar, ai u vra nga rojet e tij. Vrasja u paraqit si mas sigurie, por në realitet, ekzistenca e tij përbënte kërcënim për pushtetin e Katerinës së Madhe. Historia e Ivan të VI është historia e një mbreti që u vra jo për atë që bëri, por për atë që përfaqësonte.
Në Skandinavi, vrasja e mbretit Gustav III të Suedis në vitin 1792 ndodhi gjatë një balloje maskash. I qelluar nga afër, ai vdiq disa ditë më vonë. Komploti përfshinte aristokrat që kundërshtonin reformat e tij absolutiste. Edhe pse atentatorët u zbuluan, motivet dhe përmasat reale të komplotit mbeten objekt debati. Vrasja tregoi se edhe monarkët modern në epokën e iluminizmit nuk ishin të sigurt nga thikat politike. Një nga rastet më të debatuara të shekullit XIX është vdekja e Napoleon Bonapartit. Zyrtarisht, ai vdiq nga kanceri i stonakut në internim në Shën Helen, por analiza moderne e flokëve të tij tregoi nivele të larta arseniku. A ishte helmimi ngadalt apo arseniku ishte pjesë e mjedisit? Historianët nuk kanë një përgjigje përfundimtare, por fakti që Napoleon mbetej figurë e rrezikshme edhe në mërgim ka ushqyer dyshime për një eliminim të qëllimshëm. Në Austro-Hungari, vrasja e perandoreshës Elizabeth, Sisi, në vitin 1898, u krye nga një anarkist italian. Ajo nuk ishte objektiv politik klasik, por simbol i monarkisë. Vrasja e saj tregoi se në epokën moderne, edhe figurat mbretërore pa pushtet ekzekutiv mund të bëhen objekt dhune politike. Një nga atentatet që ndryshoi historinë botërore ishte vrasja e arqidukës Franz Ferdinand në Sarajev në vitin 1914. Edhe pse jo mbret, ai ishte trashëgimtari i fronit të Austro-Hungarisë. Vrasja e tij nga Gavrilo Princip, me mbështetje nga rrjete nacionaliste, qoi drejt për drejt në luftën e parë botërore. Ky është shembulli më i qartë se si vrasja e një figure mbretërore mund të ndezë një konflikt global. Në lindjen e mesme, vrasjet mbretërore shpesh mbeten të mbuluara nga heshtja. Rasti i mbretit Faisalit të Arabisë Saudite, i vrarë në vitin 1975 nga nipi i tij, u shpall si akt individual, por ndikimi i Faisalit në politikën e naftës dhe marrëdhëniet ndërkombëtare ka çuar në spekulime për motive më të thella. Dokumentet zyrtare nuk japin përgjigje të plota. Në Afrikë, vrasja e perandorit Haile Selassie të Etiopisë mbetet e errët. Zyrtarisht u shpall se vdiq nga sëmundja, por dëshmi të mëvonshme sugjerojnë se u mbyt ose u vra gjatë regjimit ushtarak që e rrëzoi. Për dekada, e vërteta u fsheh nga propaganda shtetërore. Në fund, këto vrasje tregojnë një të vërtet të hidhur. Pushteti mbretëror nuk garanton siguri. Përkundrazi, shpesh e rrit rrezikun. Mbretërit janë vrarë nga armiqt, nga miqt, nga familjarët dhe nga sistemi që vetë krijuan. Disa vrasje janë sqaruar, shumë të tjera mbeten të hapura, dhe ndoshta do të mbeten gjithmonë të tilla. Historia nuk i mbyll kurrë plotësisht dosjet e saj më të errta. Ajo vetëm i mbulon me kohë.